Agjencia e Mbikëqyrjes Policore rajoni Vlorë Gjirokastër ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik ndaj punonjësit të policisë me iniciale XG. Punonjësi me detyrë specialist hetimi për seksionin kundër trafiqeve pranë drejtorisë vendore të policisë së Vlorës dyshohet për kryerjen e veprës penale shpërdorimi detyrës. Sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, masa e sigurisë është vendosur pasi punonjësi i policisë nuk ka përmbushur detyrat funksionale gjatë kryerjes së veprimeve në lidhje me një procedim penal të vitit 2024. Në njoftim thuhet se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore rajoni Vlorë Gjirokastër ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimi i ushtrimit detyrës a një shërbimi publik, parashikuar në nenin 242 të Kodit Procedurës Penale, ndaj punonjësit të policisë me iniciale XG me detyrë specialist hetimi në seksionin kundër trafiqeve pranë drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorimi i detyrës, parashikuar në nenin 284 të Kodit Penal. Caktimi i masës së sigurimit u bë i mundur pasi punonjësi i policisë nuk ka përmbushur detyrat funksionale gjatë kryerjes së veprimeve në lidhje me një procedim penal të vitit 2024. AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast abuzimi apo shkelje të ligjit nga ana e punonjësve të strukturave të policisë së shtetit.